Tonight we'll be back in our studies about victory. Edhe do t'i kthehemi studimeve tona për fitoren. As I was praying this week, Dhe siç po lutesha këtë javë, I feel led to move on from this series. ndihemi drejtuar që të vazhdojmë me këtë seri. And so tonight will be our last victory message for a little while. Dhe ky sot do jetë mesazhi jon I fundit I fitores. And we'll just continue to preach as normal until the Lord gives us another topic or study together. Dhe thjesht do të predikojmë si normalisht derisa Zoti të na jap një temë. And whenever He does that, we'll just trust Him. Dhe kur ai ta bëj këtë, do t'i besojmë atij. But I thank God for what He's done in these messages with us together. Por falenderoj Zotin se çfarë ka bërë me ne në këto mesazhe. I would like to say that this is probably the hardest message in this series that I've preached. Dhe dua të them që kjo është mesazhi më I vështirë që do predikoj në këtë seri. It's hard preaching, Është një predikim I vështirë and it's also hard living. dhe edhe gjithashtu një e vështirë për ta përjetuar. And so I'd appreciate your prayers tonight as I preach. Kështu që do isha falenderues për lutjen tuaj gjatë sa predikoj, Not just for me though, but for yourselves. jo vetëm për mua, por edhe për veten tuaj. I believe the Lord's going to challenge us tonight. Dhe besoj që Zoti do na sfidoj. Tonight's message will be a little different. Dhe sot mesazhi do të jetë pak ndryshe I really don't have much of an outline to follow. dhe nuk kam një kornizë të qartë për të ndjekur I have a lot of scripture, dhe kam shumë shkrime and I want to share and just talk for a few moments of what the Lord's put on my heart. dhe thjesht dua të ndaj edhe të flas për atë që Zoti ka vënë në zemrën time. The subject tonight is simply this: Dhe tema është thjesht kjo, victory over evil. fitoria mbi të ligën ose të All keqen. right, so let's look at our verses. Kështu që le të shikojmë vargjet tona. All right, the Bible says in verse number 19 of John chapter 3, Bibla thot te vargu 19 I Gjonit 3. and this is the condemnation that light is come into the world, and men love darkness rather than light because their deeds were evil. Dhe ky është dënimi, që drita ka ardhur në botë dhe njerëzit dëshën errësirën më tepër se dritën, sepse veprimet e tyre ishin të këqija. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Sepse kushdo që bën të këqija e urren dritën, as nuk vjen te drita që të mos I qortohen veprimet e tij. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Por ai që bën të vërtetën vjen te drita, që veprimet e veta të manifestohen se janë kryer në Perëndin. In our verses tonight, we learn that light has come into the world. Dhe në këto vargje mësojmë që drita erdhi në botë, But people love darkness rather than light. por njerëzit e dëshën errësirën më shumë se dritën. Why? Pse? Because their deeds were evil. Sepse veprat e tyre ishin të këqija Sinful ways, dhe mënyrat e mëkatarit, full of deception plot me mashtrim and full of corruption. dhe me korrupsion. And that was all of us before we got saved. Dhe kjo përfshinte edhe të tërë neve para se të shpëtoheshim. Everyone that does evil hates the light. Dhe të tërë ata që bëjnë të këqijën urrejnë dritën. They don't want to come to the light Dhe ata nuk duan që të vinte drita, because they do not want those things discovered, sepse nuk I duan që këto gjëra të zbulohen ose të qortohen. those things that are evil in their lives. Ato gjërat që janë të këqija në jetën e tyre. People since the beginning of time, Njerëzit që në fillim të jetës, all people have loved darkness more than light. të tërë njerëzit e kanë dashur errësirën më tepër se dritën. They've loved evil more than good. Dhe kanë dashur të këqijën më shumë se të mirën. Now, many people may not believe that, Tani shumë njerëz mund mos ta besojnë këtë, but it's true. I'm going to prove it to you tonight. por doja vërtetoj sot. I want to show you something that the Lord revealed to me this week. Dua t'ju tregoj diçka që më zbuloi Zoti këtë javë. I want you to watch this closely. Dua që të shikoni këtë me kujdes. I want to read Genesis chapter 1 and verse number 4. Zanafillën 1 vargu 4. The Bible says, and God saw the light, and it was good, and God divided the light from the darkness. Dhe Perëndia e pa dritën që ishte e mirë dhe Perëndia e ndau dritën nga I errësira. want you to look at all these other verses. Tani shikoni dhe këto vargjet e tjera. And God saw that it was good.
Dhe Perëndia pa që kjo ishte e mirë. This is all in chapter 1 of Genesis. Kjo është e tëra në kapitullin e parë. Verse 12. Vargu 12. And God saw that it was good. Dhe Perëndia e pa që kjo ishte e mirë. Verse 18. Vargu 18. God saw that it was good. Dhe Perëndia e pa që kjo ishte e mirë. Verses 21 and 25. Vargjet 21 dhe 25. God saw that it was good. Perëndia e pa që kjo ishte e mirë. Verse 31 changes a little bit. Por vargu 31 ndryshon pak. It says, and God saw everything that he had made, and behold, it was very good. Dhe Perëndia pa gjithçka që kishte bërë dhe ja ishte shumë e mirë. I want you to see something tonight. Dua që të shikoni diçka. Adam and Eve, Adami dhe Eva they lived in a perfect garden jetonin në një kopësht të përsosur and in a perfect place. dhe në një vend të përsosur. God saw everything that he had created, Dhe Zoti pa gjithçka që kishte bërë and he said it's all very good. dhe pa që ja janë shumë të mira. Not just good, but very good. Jo vetëm mirë, por shumë e mirë. And he created Adam and Eve, Dhe krijoi Adamin dhe and Evën he set them right in the middle of a perfect place, dhe i vuri në mes të një vendi të përsosur, in the middle of all good things. në mes të tërave të mirave. Listen to me now, closely. Më dëgjoni me kujdes. There was nothing that was in existence that was bad. Dhe nuk ishte asgjë në ekzistencë që ishte e keqe. It was all good for Adam and Eve. Të tëra ishin të mira për Adamin dhe Evën. The Lord gave Adam and Eve a command. Dhe Zoti I dha Adamit dhe Evës një komand. He said, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Por nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, ti nuk e për të ngrënë prej saj, sepse në ditën që ha prej saj, ke për të vdekur me siguri. What do you think Adam and Eve thought when they heard this? Çfarë mendoni ju që mendoi Adami dhe Eva kur dëgjuan këtë? To us, we hear that and we say, oh, they'll die if they eat of the tree. Për ne themi që po ëngrën ajo pemë do vdesin. But you have to understand that sin had not yet come into the world. Por duhet të kuptoni që mëkati nuk ishte ardhur akoma në botë. Death. What is death? Dhe çfarë ishte vdekja? They didn't know what death was. Ata se dinin se çfarë ishte vdekja. Death was a bad thing they'd never heard of before. Vdekja ishte një gjë e keqe që kurse dinin nuk e kishin dëgjuar. And so let's have a little Bible study together tonight. Kështu që le të kemi një studim biblik së bashku. Name one thing that was around Adam and Eve that was not good. Më emërtoni një gjë rreth Adamit dhe Evës që nuk ishte e mirë. And I'm not talking about Satan. Satan comes later. Dhe nuk po flas për djallin sepse vin më vonë. Everything that they knew was good. Çdo gjë që njohën që ishte e mirë, Look at all the verses there to the left. shikoni të tëra vargjet majtas. Good and good and good and good. Mirë, mirë, mirë e mirë. And then very good. Dhe pastaj në fund shumë e mirë. And so when God told them not to eat of this tree, Kështu që kur Zoti I tha që mos të hanin prej kësaj peme, the tree of the knowledge of good and evil, pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes. the only knowledge that they could have gained by eating of this tree E vetmja njohuri që mund të merrnin prej kësaj peme was the knowledge of evil. ishte dia e të keqes. Because they already knew everything good. Sepse ata pothuajse dinin çdo gjë të mirë. God walked with them in the cool of the day. Dhe Zoti eci me ta në freskinë e ditës. Everything around them was good. Dhe çdo gjë rreth tyre ishte e mirë There was nothing bad. dhe nuk kishte asgjë të keq. There were good animals, Kishte kafshë të mira, good plants and good trees, bimë të mira, pemë të mira, a good sun in the sky, një diell të mirë në qiell, good fish in the sea, peshk të mirë në det good fishing. dhe peshkim të mirë. All right, good everything. Dhe të mira gjithçka. They knew nothing bad. Dhe ata nuk dinin të keqe e fare. The only knowledge that they could gain by eating this tree Dhe e vetmja njohuri që mund të merrnin prej kësaj peme was of the bad things that they did not know of, ishin vetëm për të këqijat që ata nuk dinin tashmë. because they already knew all the good things. Sepse ata pothuajse i dinin të gjitha të mira. Look at all the good things. Dhe shikoni të gjitha gjërat e The mira, only thing to gain e vetmja gjë që mund të përfitosh was the darkness instead of the light. ishte errësira përveç dritës. And they wanted it. Dhe ata e deshin. Why? Pse? Because people love darkness rather than light. Sepse njerëzit e duan errësirën më shumë se I dritën. want all parents to listen to me tonight. Dhe dua që të gjithë prindrit të më dëgjojnë. If you hear anything I say, listen to me right now. Nëse më dëgjoni këto që them, më dëgjoni me kujdes. I don't want you to listen to the world. Nuk dua që ti dëgjoni botës, I don't want you to
to listen to the world that says that it's not okay for your kids to be in church. Dhe nuk dua që të dëgjoni botën që thotë që nuk është okay që fëmijët të vinë në kishë. It is okay that your child does not experience things in the world. Dhe është në rregull që fëmia juaj nuk ka eksperjenca me gjërat në botë. And you may say, well, we have to send them off to experience life. Dhe ti mund të thuash, po ti çojmë të përjetojnë një herë jetën. Why? Pse? So they can experience evil things in the world? Që ata mund të përjetojnë gjërat e këqija. Well, we must let them socialize with the kids outside of church. E po të lëm ti të bëjnë shok me fëmijët jashtë kishës. So they'll increase their social life and learn well to be with others. Që ata të rrisin jetën e tyre sociale dhe të sillen mirë me të tjerët. Why? So they can learn to be worldly like all the rest of them? Pse? Që të mësojnë të jenë të botës si të tërë të tjerët. If you want to sit down with me for a little while Edhe nëse doni të uleni me mua për 5 minuta and talk to me about how much I learned from people outside of church, dhe të më pyesni mua sa shumë mësova unë për njerëzve jashtë kishës, you'd have nightmares for the rest of your days. do kishe ëndra të këqija për të tëra ditët që të ngelen. Learning what all the evil things are Dhe të mësosh të tëra gjërat e këqija has never benefited anyone. kur nuk I ka ardhur me përfitim dikujt. Do you know what Solomon, when he asked the Lord E dini se kur Solomoni pyeti Zotin to give him understanding, që t'i jepte kuptim, look at what he said here. shikoni se çfarë tha këtu. The Lord came to Solomon Zoti erdhi Solomonit and he said, tell me what you want, Solomon. dhe I tha Solomonit, më thuaj se çfarë do. And he said here, Dhe ai tha këtu, give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this thy so great a people? prandaj jepi shërbëtorit tënd një zemër të aftë për të kuptuar, për të gjykuar popullin tënd, që të mund të shjuaj midis të mirës e të keqes, sepse kush është I aftë të gjykoj për këtë popullin tënd kaq të madh. He wanted to have an understanding Ai deshte të kishte një kuptim to discern between good and bad. që të shjuante midis të mirës dhe të keqes. Now you may think tonight, Tani mund të mendoni sot, well, this is opposite of what I've just said. kjo është e kundërta e asaj që thash. What is the difference of him knowing and us finding out? Çfarë është diferenca midis atij që ta dinte edhe neve? You must understand that Solomon Duhet të kuptoni që Solomoni did not have a completed word of God. nuk kishte një fjalë të përfunduar të Perëndisë. I thank God for his goodness tonight, Dhe falenderoj Zotin për mirësinë e tij that we have a complete word of God. që kemi një fjalë të përfunduar të Zotit. Everything that we need to know that's evil, Dhe çdo gjë që duhet të dimë që është e ligë, God's word tells us. na e thot fjala e Zotit. Everything that we need to know that's good, Dhe çdo gjë që duhet të dimë që është e mirë, God tells us. Zoti na e thot. And he allowed Solomon to write about the things that he found out. Dhe ai e lejoi Solomonin të shkruante për gjërat që zbuloi, So we don't have to find out for ourselves. që ne mos ta zbulonim për veten tonë. Some of you take the book of Proverbs and you study it in your daily reading. E disa prej jush merrni librin e fjalëve të urta dhe studionin e leximit ditor. And these Proverbs were written from the things that Solomon found out. Dhe këto fjalë të urta shkruan prej gjërave që zbuloi Solomoni. You know there's a book that's in the Bible Dhe ka një libër që është në Bibël that Solomon wrote që shkruajti Solomoni about all the bad things that he found out about. për të tëra gjërat e këqija që ai zbuloi. There's an entire book in the Bible about it. Dhe është një libër I tërë në Bibël për këtë. It's called the book of Ecclesiastes. Dhe quhet Predikuesi. And in the second verse of the entire book, he says this: Dhe në vargun e dytë të tërë librit thotë këtë. Vanity of vanities, saith the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Kotësia e kotësive, thot predikuesi, kotësia e kotësive, gjithçka është kotësi. He says when God gave him this knowledge Ai tha që kur Zoti I dha këtë dituri, from the experiences that he had, nëpërmjet përvojave që ai kishte, he says it's all vain. ai thot që të tëra janë kotësi. He repeats the phrase over and over again in every chapter. Dhe përsërit këtë frazë çdo herë në çdo kapitull. What he's saying here is, what does it profit? Dhe çfarë do të thotë këtu ai është që çfarë përfitimi ka? It profits nothing. Ajo nuk ka asnjë përfitim. Many people
Dhe shumë njerëz, even Christian people, edhe njerëzit e krishterë, they will say, well, you should not shelter your kids. do thonë po s'duhet që ti strehosh fëmijët e tu. They are the same ones whose kids live out into the world, Ata janë në të njëjtit që fëmijët i jetojnë jashtë në botë and they love dark things rather than light. dhe duan gjërat e errësirës më shumë se të dritës. And they always come running to the church. Dhe gjithmonë vinë duke vrapuar në kishë And they say, I don't know what's happening to my family. dhe thonë që se di se çajin do familjes time. I don't know why my kids, they don't like me and my husband or my wife. Nuk e di pse fëmijët nuk pëlqejnë burin ose gruan time. I don't understand why my kids are so rebellious. Nuk e di pse fëmijët e mi janë kaq rebelues. I don't understand why they're so cold towards us. Nuk e di pse janë kaq të ftohtë për ne. It's because they were pushed into all the evil things. Është sepse ishin shtyr drejt gjërave të liga. When God has given us so much light. Kur Zoti na ka dhënë kaq shumë dritë. And do you know how your kids can know what is right and what is wrong? Dhe dini ju si mund të dalloj fëmia midis të mirës dhe të keqes? Show them what's right. Tregoj se çfarë është e drejtë. And God, through the Holy Ghost and discernment, Dhe Zoti nëpërmjet frymës së shenjtë edhe shuarjes, when something comes that's wrong and it's contrary to the Word of God, kur diçka vjen që është gabim edhe është në kundërshtim me fjalën e Zotit, they will be able to recognize it instantly. ata do jenë të mundur që ta dallojnë me njëherë. Arnold testified the other night, Dhe Arnoldi dëshmoi natën e kaluar and it has been just running in my mind all week this week. dhe ka vrapuar në mendjen time të javën. He testified of a conversation that him and Miss Claire had. Ai dëshmoi për një bisedë që kishte ai me zonjën Claire He tried to embarrass her on Sunday night. Now I'm going to try to. dhe u përpoq të avinin në sikletë të dielën, tani do përpiqet bëni. I know she won't care. Dhe di që s'doj vi, It's a great testimony. I wish it was a testimony that I had. Dhe është një dëshmi shumë e mirë dhe shpresoj që të ishte një dëshmi që ta kisha edhe unë. You see, she grew up in church. Ajo u rit në kish Her mother and father grew up in church. dhe prindrit e saj u ritën në kish. Their parents grew up in church. Edhe gjyshrit e saj u ritën në kish. Generations grew up in church. Edhe gjenerata me gjenerata që u ritën në kish. She didn't have the life that I had or the life that Arnold had. Dhe nuk kishte jetën që kisha unë ose Arnoldi. And when she asked Arnold the other day, Dhe kur pyeti Arnoldin ditën e kaluar, do you miss any of that old life? a të merr malli për atë jetën e vjetër. She was genuinely curious about what that life was like. Dhe ajo ishte sinqerisht kurioze se si ishte ajo jetë. And I'm not picking on her. I'm not making fun of her. Dhe nuk po e tall, But she's known good things her entire life. por ka njohur gjërat e mira tër jetën. She grew up in church. U rit në kish. Her parents raised her in a Christian home. Edhe prindrit e saj e ritën në një shtëpi të krishterë. And she was curious about that life. Dhe ishte kurioze për atë jetë. And it gave me the entire reason behind this message tonight. Dhe më dha të tërë arsyen pas këtij mesazhi. It is not worth knowing about. Nuk ja vlen që të ja dish. And I'm not being mean. Dhe nuk po pishem të sillen She keq. was just asking a question. Thjesht po bën një pyetje. Well, there are too many children Por ka tepër shumë fëmijë that wonder what that first beer or that first Rocky tastes like. që duan të dinë se si kishte shihen ajo bira ose ajo rakia e parë. Too many that wonder what the first drug or first cigarette is like. Tepër që duan të dinë se si ishte ajo droga ose cigaria e parë. Too many that wonder what the first kiss from a boy or girl is like. Shumë që duan të dinë si ishte ajo puthja e parë na një çun ose na një gocë. The preacher here says it's all vanity. Dhe predikuesi këtu thotë që është e gjitha kot There's no benefit in it. dhe nuk ka asnjë përfitim prej kësaj. What will it benefit them? Dhe çfarë përfitimi do t'ju jap atyre? Nothing. Asnjë. Shelter your kids. Edhe shtrehoni fëmijët e tuaj Show them only the things that are good. dhe tregojini vetëm gjërat që janë të mira. And trust me, they will know what is wrong. Dhe më besoni që do ta dinë se çfarë është gabim, Because it won't be right according to the Word of God. sepse nuk do të jetë e drejtë me fjalën e Zotit. I hope everybody's listening to me tonight. Dhe shpresoj që të tërë më dëgjojnë I hope all you young people are listening tonight. dhe shpresoj që të tërë të rinjt të dëgjojnë. You are not missing anything. Dhe nuk po humbisni asgjë I can't tell you how many times dhe nuk ju a them dot sa herë. I wish I could erase the things from my mind that I knew Shpresoj që t'i fshija të tëra ato gjëra që dija and all those dark things in my heart that I've seen in the past. dhe të tëra ato gjërat e errta që kam parë në të kaluar. There is no life and there is no light in those things. Dhe nuk ka asnjë jetë dhe asnjë dritë në ato gjëra.
tyre. And do you want to see where the life is? Doni të shikoni se ku është jeta. The Bible says in the book of John, chapter number 1, Bibla thot te Gjoni 1, in him was life, në të është jeta. and life was the light of men. Dhe jeta ishte drita e njerëzve. And the light shineth in the darkness, Dhe drita është ndrit në errësirë and the darkness comprehended it not. dhe errësira nuk e përkapi atë. Jesus is the life. Dhe Jezusi është jeta. Jesus says to the disciples in chapter number 8, Dhe Jezusi I thot dishepujve të kapitullit 8, I am the light of the world. unë jam drita e botës. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Dhe ai që më ndjek mua nuk ka për të ecur në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Good things, Dhe gjëra të mira, not evil things. dhe jo gjëra të liga. Following the Lord will give you good things. Dhe ndjekja e Zotit do t'ju japi vetëm gjëra të mira. On this side of salvation, Dhe në këtë anë të shpëtimit, who wants dark things? kush do gjërat e liga. Who wants evil things for their family? Dhe kush do gjërat e këqija për familjen e tyre. Why would you push yourself Pse do të shtyje veten into the world to experience evil things? në botë që të përjetoje gjërat e këqija? Why would you push your children, Pse do të shtyje fëmijët, ones that can't defend themselves, ata që s'mbrojnë dot veten, into dark things në gjërat e errta and darkness? dhe në errësirë? And you will say, well, they have to learn to work. Dhe mund të thoni që ata duhet të mësojnë që të punojnë. No, pray for God to give them a job. Jo, lutuni për Zotin që t'ju japi një punë. Well, they have to learn to fit in with society. Por duhet të mësojnë që të sillen ose të bashkohen me tjerët. I don't know if you've watched it lately, Nuk e di nëse keni parë në kohët e fundit, but society is on its way to hell tonight. por shoqëria është për në rrugës për në ferë. And your children may be saved. Dhe fëmijët, Your children may be saved. edhe fëmijët e ty mund të jenë shpëtuar, And if you young people are listening to me tonight, edhe nëse ju të rinjt po më dëgjoni, you may be saved. mund të jeni të shpëtuar, But why would you want to live in the midst of all darkness? por pse do të dëshiroje që të jetoje në mes të errësirës? This is the light of the world. Dhe ky është drita e botës. It's Jesus Christ. Është Jezu Krishti. It says, he that followeth me shall not walk in darkness, Dhe ai thotë ai që më ndjek mua nuk ka për të ecur në errësirë, but shall have the light of life. por do të ketë dritën e jetës. Good things. Gjëra të mira. I think of all the things that I've seen in my life. Unë mendoj për të tëra gjërat që kam parë në jetën time. I don't wish any of that for my kids. Dhe unë nuk shpresoj që asnjë fëmijë im I t'i want, përjetoj. I want good things for them. Unë dua gjërat e mira për ata. 2 Corinthians chapter 4. 2 Korintasve kapitulli 4. For God who commanded the light to shine out of darkness hath shined it in our hearts to give the light of knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Por Perëndia I cili e urdhëroi botën të shndërri përmes errësirës, ka shndërrir në zemrat tona për të dhënë dritën e njohjes së lavdisë së Perëndisë në fytyrën e Jezu Krishtit. Light of the knowledge of what? Dhe drita e njohurisë të çfarë? The glory of God. Të lavdisë së Perëndisë. Good things. Gjërat e mira. Don't let this world tell you that you have to know something that is evil. Dhe mos a lini këtë botë t'ju thotë që duhet të dini diçka që është e ligë. Do we want victory over evil tonight? A e duam fitore mbi të ligën? It's not with a cape and superpowers. Dhe nuk është me superfuqi dhe me atë me atë Cape. Supermenit, Yeah, like Superman. si Supermani. It's with the superpower. Por është me këtë superfuqin It's with the Lord and His Word, dhe është me Zotin dhe fjalën e Tij, who is given all power under heaven, in heaven and in earth. që I është dhënë e tërë fuqia në parajs edhe në tokë. And just as we sang tonight, Dhe siç kënduam sot, we have a light in a dark world. kemi dritën në një botë të errët. If we could put on spiritual eyes for a few moments, Edhe nëse mund të vëmë syt shpirtëror për We- disa sekonda, we could go into the darkest room in the darkest of places, mund të shkojmë në dhomën më të errët, në vendin më të errët, and we could open up this Word. dhe mund të hapim këtë fjalë, And it would be so bright, we couldn't even see because of how much light would come out of dhe it. do të zhndërrinte aq shumë, nuk do të shikonim dot për shkak të dritës që vijnë. Why? Pse? Because we have a living Word, Sepse kemi një fjalë të gjallë and it's a living light. dhe është një dritë e gjallë. And we are to be witnesses of that light. Dhe duhet të jemi dëshmitar të kësaj drite. The Bible says in the book of John, again, Dhe Bibla thot përsëri te libri I Gjonit there was a man sent from God whose name was John. që një njeri dërguar nga Perëndia I emri të cilit ishte Gjon. The same came for a witness to bear witness of the light that all men through him might believe. I njëjti erdhi për një dëshmim, për të dhënë dëshmim për dritën.
He was not that light, but he was sent to bear witness of that light. Ai nuk ishte drita, por u dërguar që të jepte dëshminë për atë dritë. You and I are not the light, Unë dhe ti nuk jemi drita, but he is the light. por ai është. But we can take that light and give it. Por ne mund të ta marrim atë dritë edhe ta japim. How do we give it to others? Dhe si ja japim të tjerëve? Well, if you read the first verse of the first chapter, Nëse lexoni vargun e parë të kapitullit të parë, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. në fillim ishte fjala dhe fjala ishte me Perëndin dhe fjala ishte Perëndia. The Word. Fjala. Who is the Word? Tani kush është fjala? Jesus. Jezus. Who has given us His Word? Dhe kush na ka dhënë fjalën e tij? Jesus. Jezus. Whose Word do we have? Dhe fjalën e kujt kemi? Jesus. Të Jezus. Who is the light? Dhe kush është drita? Jesus. Jezus. Whose light do we have? Dhe dritën e kujt kemi ne? The light of Christ. Dritën e Krishtit. And the Bible says Dhe Bibla thot, that the entrance of thy words giveth light, it giveth understanding to the simple. hyrja e fjalëve të tua jep dritë dhe jep të thjeshtëve të kuptuarit. He gives the light. Ai e jep dritën And we have a shield tonight. dhe ne kemi një mburoj sot. It is the light of His Word. Dhe është drita e fjalës së tij. And we have the knowledge of all good things. Dhe kemi diturinë e të gjitha gjërave të mira, Just as Adam and Eve did, siç e kishin Adami dhe Eva. we have the knowledge of all good things. Dhe kemi diturinë e të gjitha gjërave të mira. Why would we want to taste of evil and dark things? Pse do të dëshironim ne atë shijen e të këqijës dhe të errësirës? Why would we want our children to taste of evil and dark things? Pse do të dëshim që fëmijët tanë të kishin atë shijen e errësirës dhe të këqijës? Just to say, oh, now they have the knowledge of what that is. Thjesht të thoni që tani e din se çfarë është ajo. Let me say to you tonight, Le t'ju them sot, there's some things that are better that you don't know. ka disa gjëra që më mirë mos t'i dini. I want to say that there was a mistake that was made at the beginning of time. Dua të them që u bë një gabim në fillim të kohës. There was something that was better that Adam and Eve did not know, Kishte diçka më mirë që nuk e dinin Adami dhe Eva, but they wanted to know. por deshin që ta dinin. And so God allowed them to know, Dhe Zoti i lejoi që ta dinin, but they fell into sin. por ra në mëkat. And all of creation Dhe i tërë krijimi is headed to an eternal place called hell është drejt një vendi të përjetshëm që quhet feri. because of one thing they had to know. Për shkak të një gjëje që ata deshin që ta dinin. Don't let that be your life tonight. Dhe mos e lini që kjo të jetë jeta juaj sot. Don't wish that for your children and your family. Edhe që mos ta dëshironi këtë për fëmijën dhe familjen tuaj. The Bible tells us, Bibla na thot, be not overcome of evil, but overcome evil with good. mos u mundi nga e keqja, por mundeni të keqen me të mirën. And there's only one way to have victory over evil Dhe tonight, ka vetëm një mënyrë që të keni fitore mbi të keqen. and that is through the light of His Word. Dhe kjo është nëpërmjet fjalës, dritës së fjalës së tij. This week, as I was looking back at all of these victories Dhe këtë javë kur po shikoja pas në të tëra këto fitoret që kemi predikuar, that we've preached about për të cilat kemi predikuar, since the beginning of the year, që në fillimin e vitit, I noticed that all the victory vura re që të tëra fitoret, of all the things that we've preached about për të tëra gjërat që kemi predikuar, all have one thing in common. të tëra ka një gjë të përbashkët. The victory is through Jesus, and the victory is by His Word. Fitoria është nëpërmjet Jezusit dhe nëpërmjet fjalës së tij. And tonight is no different. Dhe sot nuk është ndryshe. Tonight, maybe there's somebody in here, Dhe sot mund të jetë dikush këtu and there are some things that you wish that you never knew. dhe ka disa gjëra që ti dëshiron që mos t'i dije asnjëherë. Things that haunt your mind. Dhe gjëra që ju trëmbin mendjen. And you may say, well, Pastor, how do I overcome all of that evil? Në mund të thoni, pastor, si mund ta te kaloj këtë të keqe? With the good light of the Word. Nëpërmjet dritës së mirë të fjalës. Make it precious in your life. Dhe bëheni të çmuar në jetën tuaj. Tonight you may be in here and you're a young person. Dhe sot mund jeni këtu dhe mund jeni një i ri. Maybe you're a parent of a young person. Ose ndoshta jeni prindi i dikujt të ri. God sent me here to tell you tonight, and it's obvious, Zoti më dërgoi që t'i thosha that there is nothing wrong in keeping yourself pure from the world. që nuk ka asgjë gabim që ta mbash veten të pastër nga bota. God says, do not change according to this world, Zoti tha mos ndryshoni sipas kësaj bote, but renew your mind.
por rigjeneroni mendjen tuaj Put on the mind of Christ. dhe vini mendjen e Krishtit. There is nothing wrong with the lack of knowledge of evil things. Dhe nuk ka asgjë që mos të dini diturinë e gjërave të këqija. And you may say, well, that'll make me weird. Everybody will think that I'm weird. Dhe mund të thoni, po do dukem si i çuditshëm për të tjerët. Good. Shumë mirë. The Bible says that we are supposed to be a weird people Bibla thotë që ne supozojmë që të dukemi të çuditshëm, because we should not transform ourselves to fit with this world. sepse ne nuk duhet të transformojmë veten që të përputhemi me këtë botë. So the question is tonight, Kështu që pyetja është sot, what knowledge do you desire more? çfarë dituri dëshiron ti më shumë? Do you desire the knowledge of all good things? Dëshiron më shumë diturinë e gjërave të mira? God has given it to you tonight. Dhe Zoti ju a ka dhënë, He's given it to you in your hands. dhe ju a ka dhënë në duart tuaja. Every good thing that God wants you to know Dhe çdo gjë e mirë që Zoti do që ju të dini, is accessible in your hand tonight. mund të keni akses në dorën tuaj. Or would you rather go out into the world, Apo më mirë të shkoni jashtë out into a dark place, në një vend të errët and find out about all those evil things? dhe të zbuloni për ato gjërat e këqija. It's not a good decision. Dhe nuk është një vendim i mirë. Let's make a decision tonight. Dhe le të bëjmë një vendim sot Let's keep ourselves, dhe të mbajmë veten tonë and let's keep our family, dhe familjen tonë and let's keep our children dhe fëmijët tanë around all good things. rreth gjërave të mira. And all good things come from the light of the Word of God. Dhe të tëra gjërat e mira vinë nëpërmjet dritës së fjalës së Zotit. So let's take time and let's pray tonight. Kështu që le të marrim kohë dhe të lutemi. We have a lot we need to pray for. Ne kemi